Punimet në segmentin rrugor kthesa e patosit fratar po ecin me ritme të kënaqshme, ku deri më tani janë realizuar rreth 40% e projektit. Lajmi është bërë ditur nga zëvendës kryeministra dhe njërësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga kantieri i ndërtimit tek rruga kthesa e patosit fratar, që po i nënshtrohet një rehabilitimi të plot. Sipas Ballukut, në këtë aks vijon puna për ndërtimin e plot të rrugës, duke përfshirë ndërtimin e veprave të artit, skarifikimin e asfaltit ekzistues, zgjerimin e rrugës si dhe punime të tjera për rehabilitimin e plot të saj. Balluku tha se në segmentin e dytë të rrugës ka nisur tashmë edhe hedhja e shtresave asfaltike, një hap i rëndësishëm drejt përfundimit të plot të projektit. Pjesë e projektit rrugor është edhe ndërtimi i trotuareve si dhe pajisja e rrugës me ndriçim dhe sinjalistik. Aksi rrugor fier kthesa e patosit fratar është me një gjatësi prej afro 43 kilometrash. Ky investim pritet të sjellë lehtësim të lëvizjes për banorët dhe përdoruesit e rrugës, si dhe të nxjisë zhvillimin ekonomik të zonës përreth. Me rehabilitimin e aksit rrugor kthesa e patosit fratar, Mallakastra dhe gjithzona do të jetë më lehtësisht aksesueshme, duke i shërbyer kështu jo vetëm banorëve, por edhe vizitorëve për shkak të potencialeve të shumta që ofron zona.